Adhurus basketbollit Mirëmbrëma mirë se erdhët në asistin 618. Elita e basketbollit kosovar ka hyrë në kulmin e betejës për titullin e kampionit të Procredit Superligës, pra në serin finale ku po ndeshen dy top skuadrat pas pjesës së rregullt të kampionatit, Bashkimi dhe Trepça. Javën e kaluar u zhvilluan dy ndeshje, ajo në Mitrovic dhe ajo në Prizren, dhe Trepça i fitoi të dyat, kështu duke përmbysur disavantazhin prej 1-0 në 2-1. Me këtë fitore, pra Trepça e krijoi edhe përparësinë e fushës vendase dhe bëri një hap të madh drejt mbrojtjes së titullit kampion. Për të diskutuar dhe analizuar serin finale në përgjithësi dhe këto dy ndeshje në veçanti, sonte me ne janë dy legjendat e basketbollit kosovar, njëri prej basketbollistëve më të mirë të gjitha kohëve, redaktori dhe komentatori me dekada, Blerim Vuniqi. Blerim, Mirëmbrëma, mirë se erdhe. Mirëmbrëma, kënaqësi gjithmonë të jem në asist. Dhe basketbollisti më i trofeshëm i gjitha kohëve, me 36 trofe të fituar, 12 titull kampioni, 14 kupa, 8 superkupa, 2 liga ballkanike, e që besa edhe një titull kampioni në Island, Edo Azemi. Edmond, Mirëmbrëma, mirë se erdhe. Mirëmbrëma, faleminderit shumë për ftesë. Mysafirnderum, Mirëmbrëma, mirë se erdhe kënaqësi ju kemi sonte në asist, ku do ta diskutojmë këtë seri finale, e cila për herë të parë do të jetë me 4 të fituara, pra kemi mundësi që të shikojmë edhe 7 ndeshje. Po, me 7 ndeshje do të flasim edhe të Blerimi veç po buzëqesh, Blerimi edhe Edmond sonte, pra do t'i analizojmë dhe do të dëgjojmë opinionet e juaja për finalen e si vetme në përgjithësi. Mirë, po fillimisht po propozoj që t'i përcjellim 2 ndeshjet e zhvilluara gjatë kësaj jave, në Minatori dhe në Prizren në Seza i Suroj të dielën, e më pas do të kthehemi në studio. Trepça e barazoi serin finale në 1-1 duke mposhtur Bashkimin në Minatori me rezultat 79-72. Në një tjetër spektakël basketbolli në Mitrovic, të dy ekipet dhuruan ndeshje fantastike, ndërsa sekondat e fundit e vendosen epitetin e fituesit të duelit të dytë. Ndeshja nisi me serin prej 7-0 të Trepçës, megjithatë Bashkimi arriti të përmbys gjithçka në çerrekun e dytë, duke krijuar e përsi identike prej 7 pikëve për 29-36. Edhe pse e përsia ndron të anë në vazhdimsi, në fund të 3 çerrekëve të parë, gjithçka ishte barabart në fushë, ku në vazhdimsi ekipet po i përgjigjeshin njëra tjetrës. Një pikë ku ekipi Bashkimit nuk e menaxhoi mirë ishin personalet, të cilat i penalizuan Prizrenasin në 10 minutën e fundit, ku Mekinis, Kops e Zekiqi vece ishin ngarkuar me nga 4 personale dhe të 3 e përfunduan edhe ndeshjen para kohe, ndërsa edhe njëri nga lojtarët më të mirë në fushë të Portokallëzinjet, Lejson Zeqiri, u lëndua duke lënë duelin në parakohe. Normalisht këtë e shfrytëzoi Trepça në maksimum me dyshën që shkëlqeu në këtë duel, Tekele Cotton dhe Michael Green, ku e kontrolluan mirë fundin e takimit duke marrë avantazhin që nga minuta e 2 të çerrekut të 4 për rezultatin 65-64, ndërsa edhe u shkëputën edhe deri në +6 në 71-65, edhe pse Bashkimi u mundua maksimalisht, ku në 2 minuta e 5 sekonda po përfunduar ndeshja, e shkriju edhe në 2 rezultatin për 73-71, kjo doli të jetë e tëra nga Prizrenasit, pasi deri në fund Trepça kontrolloi gjithçka dhe me seri prej 6-1 e mbylli ndeshjen pikërisht me përsinë më të thellë të dyja skuadrave në këtë përballje. Pas ndeshjes, Beqi Ragić tha se ndeshja e dytë ishte e ngjashme me të parën. It's the same like the first game, in some critical moment of the game. Ishte njëjtë si ndeshja e parë, pati disa momente kritike në ndeshje. Kundërshtarët na shënuan disa 3 pikësha dhe u duk se kjo seri do shkonte në këtë formë. Looks like every game will be tight game. Duket se çdo ndeshje do të jetë ngushtë, skuadra duhet të rigjenerohen dhe të motivohen dhe në fund kush do të jetë më i përgatitur do fitojë titullin. All needs what we need to win. He will win the championship. Në anën tjetër, trajneri Sasha Janković u shpreh që personalet dolën të jenë vendimtare. Yeah, how you said, everything was equal. Gjithçka ishte e barazuar në rregull, ndërsa ata ishin diçka më mirë në kërcimin e sulm. Except first few minutes where they jump from us. Por mendoj se ne patëm rikthim të mirë dhe kontrolluam ndeshjen. Fatkeqësisht nuk mundëm të kontrollojmë faulet dhe numrat flasin vet. Jemi 1-1 të qëndrojmë pozitiv, pasi ndeshjen e ardhshme luajmë në shtëpi me palestër të mbushur. We will give them back on the same way.
Michael Myers e Tekele Cotton të Trepça ishin fantastik duke luajtur të dy me pikë identike nga 22 sosh, duke ju përgjigjur dyshës Smith e Green të Bashkimit që në ndeshjen e parë kishin luajtur me nga 22 pikë secili. Gjithashtu Myers i mori edhe 9 kërcime, ndërsa Cotton i shtoi edhe 8 asistime, 3 kërcime e 3 topa të vjedhur. Te Bashkimi Dirk Williams u ngrit nga banka rezervë për të qenë më i dalluari bashkë me Lejson Zeqirin, ku të dy luajtë me nga 16 pikë, ndërsa double-double kompletoi McInnes, i cili pati 12 pikë e 10 kërcime. Trepça arriti të marrë fitore të madhe në Prizren duke mposhtur Bashkimin në ndeshjen e tretë finale me rezultat të thellë 88-71. Bashkimi e përsi pati vetëm në qerekun e parë, ku po shkëputej lejnë në rezultat, megjithatë Mitrovicasit qysh në minutën e 9 të ndeshjes. E marrën avantazhin me pikët e Hunter dhe Madut, duke mbyllur 10 minutën e parë me rezultat 17-15, që nga i moment e deri në fund zehtarët e kontrolluan plotësisht duelin. Edhe pse pjesa e parë përfundoi me e përsi të lejtë prej 5 pikëve për 37-32. Qereku i tretë ishte vendimtari ku Mitrovicasit e filluan furishëm, duke bombarduar me treshe nga Madut, Hajrizit Moshriq e Cotton dhe me seri prej 14-3 e krijuan edhe përsin prej 17 pikëve, e përsi e cila doli të jetë e paarritshme deri në fund për Prizrenasit. Edhe pse Portokalli Zënjës shfaqën lojë më të niveluar në 10 minutën e fundit, kjo ishte e pamjaftueshme për fitore, pasi Mitrovicasit menaxhuan gjithçka për të mos i lejuar të bëjnë diçka më shumë vendasit para publikut të vet. Kështu, Trepça e bëri një hap të madh drejt titullit kampion, duke përmbysur tani më e përsin në 2-1 në seri. Pas ndeshjes të Trepça u prononcua ndihmës trajneri Petrit Zeqiri, ku u shpreh që maturia në fillim të qerekut të tretë doli të jetë vendimtare. Kem luajt me më shumë maturi në sulm, në qerekun e tretë sidomos, fillim qerekut tretë, pastaj kishim edhe disa shuta për 3 pikë të cilat e realizuam ishin të hapur, kishim një përqindje mjaft mirë, sa e diu në 41% nga gjyqjet për 3 pikë dhe ato e bën dallimin, pastaj vetëm ajo distancë ishte e madhe deri në fund e ruajtëm dhe kishim kontrollin e lojës. Në anën tjetër, Sasha Jankovic tha që sulmi i Bashkimit ishte katastrofal. It's hard to say what happened in third quarter. Është e vështirë të thua se çfarë ndodhi në qerekun e tretë, duket se patëm presion brenda vetës sonë. Nëse humb 9 zhuajtje të lira vetëm në pjesën e parë dhe ke përqindje aq të keqe, nuk mund të fitosh finalen. Sulmi ynë ishte tragjik sonte, na mungoi shumë Green dhe Lejsoni është i lënduar, kështu që nuk mund të bënim më të mirën. Our first point got Wendell Green. Junior Madut është e më i dalluari në këtë përballje për Mitrovicasit me 16 pikë, 6 kërcime, 4 asistime. E u ndihmua edhe nga Michael Myers e Michael Green, me nga 13 pikë ku Myers i pati edhe 8 kërcime, ndërsa nga 11 pikë i shtuan edhe Sammy Hunter e Drilan Hajrizi. Te Bashkimi, JVS McInnes edhe kësaj radhe ishte më i miri me 14 pikë e 5 kërcime. 13 pikë i pati Valion Vonjaku, ndërsa me nga 12 pikë luajtën Max Smith, Dirk Williams e Lejson Zeqiri. I përcollëm 2 përmbledhjet nga finalet ndeshjeve 2 dhe 3, ku Trepça e përmbysi disavantazhin nga 0-1 në 2-1, duke fituar për parsinë e fushës vendase tashmë, dhe për diskutu këtë seri finalen mëret Bashkimit dhe Trepçës si dhe betejat vendimtare për titull kampioni sonte, pra me ne janë 2 legjendat e basketbollit kosovar, Blerim Muniqi dhe Edmond Azemi. Blerim, para se të hymë dhe të flasim në detaj për secilën ndeshje veç e veç, si po i vlerëson serin finale të si vjetme, në përgjësi? Thonë që gazetarin mbetet gjithmonë gazetarë dhe kom një pyetje për Ulpianën. E ka ndru në gjyrën dhe thëtë e tani me Trepçën, apo mbetesh ende me Bashkimin, për shto që je veshur gjelbër? Po, tha dikush që jëmë konë me Bashkimin, a jëmë konë me Trepçën, se s'pe dita shune, nuk e di që publikisht jëmë prononcu na herë me kënë jëmë. Me gjithate, në bashkëbisedimin tonë gjithmonë e ke majtë ka... Jo, nuk është e vërtet, a ka fakte që jëmë konë me Bashkimin. Në mgusë. Kom edhe një pas jemi në përfundim të kampionatit. Disa gjëra më kanë penguar gjatë zhvillimit të ndeshjeve në kampionatin e Kosovës, sidomos
në momentet e intonimit të himnit të Kosovës. Asnjëherë grupet e tifozëve gjithmonë brarasin nuk e përkrahin apo nuk e dëgjojnë himnin kombëtar deri në fund. Jam për atë që e këndojnë apo e intonojnë grupet e tifozëve himnin kombëtar. Megjithatë, ne nuk duhet ta mohojmë shtetësinë tonë, nuk duhet ta mohojmë flamurin tonë. Gjithmonë flamuri ynë apo flamuri i Republikës Kosovës duhet të jetë i prezantuar ashtu si duhet. Në disa ndeshje kam parë që flamuri ka qenë i ndrydhur, i ngjitur me selotejp e gjëra të tjera. Të thotë, në vitin 1999, falë që po kalojnë diçka tjetër, jemi të buar një grup shokësh për ta organizuar basketbolin pas luftës. Dhe në atë ndeshje, si ideja jyne ka qenë këndimi i himnit kombëtar. Atë ka bërë Gazement Pallaska në atë kohë, më pastaj është vazhduar, megjithatë pas vitit 2008, pas pavarësimit tonë, e kemi flamurin, e kemi himnin, duke respektuar himnin e Kosovës, e respektojmë edhe Republikën. Nuk duhet të jemi ata që e mohojmë shtetësinë dhe flamurin. Ndërka që sa i përket pjesës tjetër të tifozëve, unë e përkraj plotësisht, andaj gjithmonë ngriten në këmbë duke pas parasysh që shumë jetra apo shumë njerëz kanë vuajtur për ta përkrahur flamurin kombëtar, por edhe himnin kombëtar. Andaj është kjo si një vrejtje që më kalon pak përshtypje. Okej, këtu nuk po e hekim, as nuk po shtojmë as një pikë, as një presje, këtu plotësisht pajtona unë personalisht me këto që po thu. E tash po kthehemi te kisha të nevojshme pa tjetër edhe është e ranit edhe këtu është vendi ku duhet me thonë këto gjana sa i përket basketbollit, pra në adresën e vërtet basketbollit në vendin tonë asistin atë moshën. Blerim, edhe njëherë, një përmbledhje jote, një mendimi jote në përgjithësi për serinë finale. Përshtypja ime kryesore është shikueshmëria e lartë. Në Prizren edhe në Mitrovic. Në Mitrovic jemi mësuar, ndërka që shikueshmëria është rikthyer në Prizren, që është gjë e mirë, pra që të vazhdohet kështu edhe në të ardhmen. Organizimi vetë klubit e ka bërë që rezultatet të jenë të tilla në pjesën e rregullt të kampionatit. Bashkimi ka qenë në pozitën e parë. Tani ka pak probleme në garët e play-offit, mirë, por garët e play-offit janë ato që sjellin edhe befasi të ndryshme, duke pas parasysh që këto dy ekipe, edhe Bashkimi dhe Trepça, kanë qenë gjatë pjesë rregull të kampionatit ekipet më të mira. Mbrojtja e titullit të Trepçës do të jetë motiv shtesë për ta, ndërkaq Bashkimi që pas një kohe të gjatë ta fitojë titullin e kampionit. Një përshtypje imja nga zhvillimi i këtyre ndeshjeve, nga përcjellja e këtyre takimeve është që më duket që lojtarët huaj janë duke dominuar në këto ndeshje. Kur ata janë në formë, kur ata i zhvillojnë ndeshjet e tyre siç duhet, atëherë fiton edhe njëra dhe ekipi tjetër. Është parë që në këtë ndeshjen e tretë, ku Trepça e ka mposhtur Bashkimin bindshëm, është drejtur mungesa do të shkojmë ndeshje për ndeshje. Mendoj që lojtarët e huaj janë dominantë në të dy ekipet, përveç që ndoshta në Trepçë Driloni paksa dallohet i bashkangjitet kësaj. E stabilizon pak. Edo sa po të pëlqej finalet midis Bashkimit dhe Trepçës? Po, është një finale interesante, si sa edhe Blerimi, që shikueshmëria është në nivel shumë të mirë, shumë të lartë, befasia është në Prizren që janë kthy shikues, se besoj që i ka nevojt ky, domethënë, ndryshim në basketbol, po sigurisht e kemi prit Bashkimin pas një periudhës që ka ndruar edhe me stafin, me kryesin, me të gjitha, me bordin e u kthy, domethënë edhe kjo është falë edhe kushtrim Kabashit që kanë investuar dhe tash po bën një klub serioz. Dhe kjo nuk është rastësisht, domethënë që Bashkimi është në vend parë, Trepça është vend dytë, kjo është plotësisht e merituar. Është një finale interesante dhe dominojnë, siç tha edhe Blerimi, lojtarët huaj, normal që gjatë kampionatit të lojtar vendor e ka dhënë një kontributin e vet, por tash për mendimin tim Trepça është momentalisht të dominuese, ka më shumë rotacion në lojë, mundet me bë, domethënë, me pushu lojtar, se kjo domethënë gjithmonë finale do në parasysh se është
çdo lojë është e vështirë, finale është e vështirë dhe do të me pushu lojtar, por prapë se prapë unë besoj që Trepça pak ma shumë dominon se Bashkimi, edhe sepse Bashkimi ka pas përpasi fush. Okej, ti analizojmë tash të 3 finalet, veç e veç po shkojmë. Blerim Bashkimi e kam poshtë Trepçën në ndeshjen e parë, pavarësisht se ka luajt pa publik. Çka ka vendosur në atë duel? Mund të them që në duel ka funksionuar gjithçka sa i përket ekipit të Bashkimit, ndërkaq Trepça ka qaluar në disa elemente të saj. Mendoj që Bashkimi ndoshta sidomos lojtarët e huaj, sidomos pas rikthimit të Mekinis në qendër, aty është përforcuar nga se Kops asesin nuk po mund të gjendet në këtë periudhë të lojës apo në këtë pjesë të lojës. Mirë po vret edhe në ndeshjen e parë vret edhe loja e mirë, precize e Lejson Zeqirit, i cili ndoshta ishte domethënës për atë sukses, ma pastaj e shohim që në ndeshjet e radhës, në ndeshjet tjera Lejson Zeqiri nuk është ai. Do të flasim ndeshje për ndeshje, të koncentrohemi në secilën ndeshje veç e veç. Unë po du mi thënë të gjitha për me një. Po, jo. Ka dalë, step by step. Edo, e thamë, ndeshjën e para realisht e kontrolloi ekipi Bashkimit, e tha dhe vetë trajneri Beqiragić pas ndeshjes. Çka ishte vendimtare sipas teje? Po vendimtara ka qenë e para një mbrojtje agresive, se nuk e ka leu kaq lehtë edhe lojtarëve Trepçës me shënu, posaçërisht e ka nërë dhe lojtarin kryesor Koton, që kur e shikoni me statistikë, e ka minutazhe më të madhe, 30-32 minuta plus çdo lojë, mbrojtja një me një ka qenë perfekte nga ona e lojtarëve të Bashkimit, dhe kjo ka qenë domethënë Chelsea fitore, se kam pas edhe një periudhë që lushin mbrojtje domethënë agresive dhe kam pas shumë poen atletë në tranzicion, domethënë kundër sulme dhe normal që kjo ka qenë Chelsea i fitores të Prizrenit, po më duket që Prizreni lumë më mirë pa shiku se me shiku. Që ato do është të me thonë, a mundet me ndodhë që lojtarët e Bashkimit po ndikohen ma shumë nga presioni publiku qoftë në Mitrovic apo në Prizren, sepse në ndeshjen e parë, kur e shikojmë, me të vërtet lojtarët e Bashkimit kanë qenë shumë të relaksuar, disi loja ka shku rrjedhshëm. Ju do kem duket si stërvitje. Pa gabime. A mundet me qenë që kanë qenë që po ndikohen nga publiku? Po shqeune kur jam kanë lojtarën gjithmonë kom pas një motiv shtesë nga shikues, edhe kur ishin solon e jepsha më shumë, apo kuptoj më shumë motiv se kjo gjithmonë tifozë ishin lojtarë gjashtë joni. Por tash ndoshta lojtarët të Bashkimit nuk e kanë një përvojë të madhe që kemi pas në Prishtina, se Prishtina ka qenë një klub më në aspektin organizativ edhe sot trofe kemi fituar, kemi pa më shumë përvojë. Por thjesht kur e kum po këtë lojën e tretë, u kanë qenë ndoshta i ngarkuar psikikisht, se kjo duhet me pas parasysh se këtu mediat, tifozët e bojnë presion lojtarëve, duhet me fitu. Veç të ecë rrugës, zdo dyti me thonë duhet me fitu, s'keni qare pa fitu, do me thonë dikon shumë psikikisht të lojtarët dhe normal që ka mundësi edhe me tregu lojën ma dopë se me shiku se pa shikus. A Gjablerim, dueli i dytë në Mitrovic, me të vërtet dhura i spektakl, gjithë shka ishte barabar. Që ke harrua Gjablerim, po mirë. Jo, më stani, gajlo, më se ki, këtu jena për atë punë, bile mas me në pëtën, krejtë e kanë vazhdu këtë farë. Ishte ndeshje me të vërtet, shumë e bukur, spektakulare, 30 minuta, gjithë shka e barabart, 20-20 që reku i parë, 21-21 i dytë, 17-17 i treti. Po, qka vendosi në atë ndeshjen Mitrovic si pas te? Densi, kur folëm për ndeshjen në Prizren që ka ndikuar negativisht ndoshta në një farë mënyre, kushtimisht themi prezenca e shikuesve në ndeshjen e Bashkimit, mos prezenca e tyre, unë mendoj që lojtarët gjashtë gjithmonë të Trepça janë tërcitat. Janë të organizuar me tifoz të flakt, nuk ka për ta ndeshje e dobët apo më e fort, apo kundërshtari më i dobët apo më i fort, gjithmonë janë prezent aty me përkrahjen e tyre. Në anën tjetër shohim që Trepça me vetë trajnerin bën disa ndryshime të cilat janë të nevojshme prej ndeshjes në ndeshje. Këtë ka bërë, por edhe respekti shumë i madh i lojtarëve të Bashkimit për Trepçën. Edhe kjo e ka bërë të vetën dhe mendoj që Trepça për një hap është më përpara se sa Bashkimi në këto ndeshjet e radhës, edhe pse thamë se finalet janë ndeshjet në të cilat nuk mund të jesh
parashikuesi sakt se kush mund të fitoj takimin. Megjithatë unë mendoj që Trepça në një farë mënyrë me këtë break, siç ka thënë Agoni në gjatë transmetimit, këtë break e ka bërë dhe është një përparësi tani në anën e Trepçës dhe do të jetë një mundësi e mirë për ta përsëritur titullin e kampionit, mirë po dhe Bashkimi është aty, ndoshta do të ndryshojë gjëra, ndoshta do të rikthehet. Do të vim, po në ndeshjen e dytë, konkretisht, veç përmerrni disa elemente që ti ki po shpejt që kanë vendosur. Nga loja. Për mu, lojtari kryesor ka qenë McInnes, por edhe Cotton. Myers po mendoj. Myers dhe Cotton. Myers në kosh dhe Cotton organizuesi lojës, pointer, gjitha këto, asistuesi mirë, gjitha këto, por edhe lojtarë tjerë kanë dhënë atë kontributin e tyre, megjithatë mendoj që këta dy lojtarë kanë qenë kryesor për fitoren. E do në cilat elemente ka qenë Trepça më e mirë në ndeshjen e dytë? E në cilat Bashkimi edhe çka ka vendosur sipas teje? Jo, për mu, për lojën e dytë, unë mendoj që Bashkimi ka qenë ekipa më e mirë se Trepça 38 minuta. 38 minuta, pse po them se Bashkimi ka aplikuar një lojë shumë agresive, do me thonë e kam pas një përqindje shumë dobët përqindje të shutave për 3 pikë Trepça, nuk kam mujt me depërtu. Çka kam bërë në këtë aspekt? E kam provu me shut topin poshtë e Majersi dhe e kanë ngarku lojtarët e Bashkimit qendrat, do me thonë, Kopsin edhe McInnes me folla. Kjo ka qenë, do me thonë, kryesora, se ata kanë dolur me 5 folla jashtë. Dhe këtu ka dominu posaçërisht, do me thonë, në pjesën me qendra. Duhet me pas parasysh se McInnes ka lojt një lojë, për mu ka lojt një lojë të mirë, edhe Bashkimi, dhe thash 38 minuta, kanë pas ma shumë topa në këcime ofanzive, McInnes e ka bo shumë këcime me kreasu, apo vëton me qendrët e Trepçës, por në fond 2 minutat fundit ka qenë mbrojtja 1-1. Se Cotton, do me thonë, Cotton ka depërtu 2 herë dhe kjo ka qenë kryesora pse, do me thonë, pse kanë hupë lojë Bashkimi. Do me thonë mbrojtja 1-1. Të thëtë, vetëm në qastet vendimtare, mendojnë që Bashkimi aty e kishte problemin, vetëm në 2 minutat e fundit. Do thëtë gjatë ndeshjes, përgjithësi e menaxhoi mirë. Gjatë ndeshjes, unë e tregova se Bashkimi ka tregu shumë lojë më të mirë se Trepça, e kanë ditë ku me sulmu, nuk e kanë zgjatë shumë aksionet, e kanë sulmu saktë, do me thonë, në pikat ku e kanë posë që janë më të dopt, dhe kanë posë një mbrojtje agresive, kanë kryu, do me thonë, me shumë kundër sulmet, gjysën të tranzicion edhe tranzicion, dhe kjo ka qenë, do me thonë, për mu loja më e mirë e Bashkimit, do me thonë, prej si Musafir jam të folë. Me keqë është kur luan më së miri e humbë ndeshin. Po, që është më e keqë se kjo është një përvojë që ko edhe Trepçës... Dhe Trepça për i kthehet në atë pozicione kur e kishte vitin e kaluar me fitimin atyre trofeve kur në përfundim të ndeshjes vendoste gjithçka. A Xhablirim, në këtë ndeshje Bashkimi e përmendi edhe ato që pati probleme goxha të mëdha me ato personale, u largua McInnes, plus edhe Zekiçi që luan në pozitën 4, pastaj edhe Lejson Zeqiri, do thotë këtë lojtarët shtatë Lejsoni u lëndu, u larguan, por pavarësisht gjitha këtyre problemeve edhe mbeti me një peshë të shkurt, ndeshja u vendos vetëm në sekundat e fundit. Vendosën në sekundat e fundit nga se skuadra e Trepçës është më përgatitur edhe psikikisht edhe fizikisht. Do thotë, ti mund të luash 38 minuta, 39, megjithatë minuta e fundit mund të vendos gjithçka. Do thotë, një lojë mirë që më pastaj e shohim në ndeshjen e tretë se çfarë ndodhi. Do të lojë e mirë e Bashkimit, megjithatë humbje e Bashkimit. Ndeshjen e parë luan Bashkimi pa shikues dhe fiton ndeshjen. Do thotë, këtu janë ato problemet të cilat paraqiten në këto ndeshje të shumta apo të shpeshta të basketbollistëve, qoftë të Bashkimit, qoftë të Trepçës. Dhe aty janë ato probleme, sidomos me këta lojtarë që thatë që kishte provokime të Myers ndaj McInnes në disa momente provokime, megjithatë e shohim një Kops i cili vërtet nuk tregon atë formën që e kishte në pjesën e rregullt. Edhe largimi i tyre e bën të vetën nga se shumë shpejt janë ngarkuar me gabime personale. Dim që kur shumë shpejt ngarkohesh me gabime personale, loja yte nuk është e njëjtë siç ishte në fillim.
Po busqeshi se Blerimi gjatë tërë kampionatit, në thonë, i la me Erik Kopsin, hiç kurqysh nuk i ki punë. Nuk po të pëlqen ai lojtar, që këtu une nuk pajtona bashkëplotësisht me ty, se Erik Kopsi më duket lojtar i cili po e zaventson me sukses McInnesin. Pse po thu që Kopsi nuk po e krym punën si duhet? Nuk është qendër tipike, nuk mund të shtyhet me Myers. Nuk e ka atë forcë, nuk e ka atë fuqinë. McInnes mund të ka shumë të përkëtësime dhe në fazën e sulmit. Te Kops nuk është, ai nuk është shumë afër koshit, ai është pak më larg koshit. Po që ka dorën, mirë po loja nuk po shkon në anën e Kopsit edhe aksionet nuk po ndërtohen për Kopsin në mënyrë që të shfrytëzohet ai potenciali i tij, sepse nga gjysmë distanca, sidomos nga anash, nga krah, Kops po është, domethënë 70-80% efikas. Nëse merr mi shiku, mbeten ata lojtarë të cilët gjuajnë nga gjysmë distanca dhe distanca. Aty nuk ka shansa ai që të merr ndonjë top edhe të gjuajë. Ndonjëherë mund të gjuajë edhe të shënoj. Detyra e tina të luajë në afërsitë koshit. Edhe dueli me Myers. Ku luan McInnes. Pamë që McInnes me Myers mund të mbahet, ndërkaq Kopsi jo. Po, Edmond, jemi duke pa një luftë madhe, e përmeni dhe Blerimi, e kemi pa dhe në ndeshjen mes të dy qendrave, Myersit edhe McInnesit, po ka aty edhe asi duele verbale, trash talk, çka po thotë? Pa, është normal, çdo finale që shto tash 100% lufton për bonusa. Unë është du thomë se kanë ata e kanë bonus. Po që kjo, shiko, normal që edhe unë e si lojtar gjithmonë kum pas qef me fitu, edhe ata e ka një farë i noti me hupa, po pëton kundër një tjetër, ata nështë ashtë shoqënonë dhe mas lojës jepin dorën një tjetërit, por po vrej që Myers dominon në trapez. Myers dominon në trapez. Në aspektin fuqisë, i vynë, do me thonë, që tha Blerimi, i vynë qendrës që është nën kosh, jo veç e rrinë në jashtë koshit, por McInnes edhe Myers janë, me thonë, një farë si letor të ngjajshëm, veç që është Myers ma i fuqishëm fizikisht, e ky kthej ma shumë. Po, këtu është një farë diferencë mes tyne. Por unë për këto 3 duelet, me thonë 2-3 duelet, mu me thonë që Myers i ka fitu për mua dhe kur e logaritë me McInnes. Okej, a Blerim, bashkimi është konsideru si favorit, mund themi para ndeshjes së tretë. Megjithatë, po e themi favorit, duke i marrë parasysh ndeshjen e parë dhe gjithë këto që përmendëm edhe atë paraqitjen e ndeshjen e dytë, megjithatë Trepça e kontrolloi mjaft mirë ndeshjen të tretën dhe realisht e dominoi këtë ndeshje. Sipas teje çka vendosi? Mendoj që vendosi mungesa e Green, playmakerit të bashkimit, të cilin nuk arritën ta zavendësojnë as Morina, por as Bunjaku, të cilët patët probleme me organizim. Dhe kur playmakeret nuk janë në nivelin e detyrës, atëherë edhe kanë probleme edhe lojtarët tjerë të cilët janë të rëndësishëm për bashkimin, si Lejson Zeqiri atyre, nëse i asistohet me vonesë, fillon nervoza, gjuhën një herë, 2 herë e huq, më pastaj nuk e ka atë guximin, dhe thotë, por edhe dështimi i Smith, pastaj edhe lojtarëve tjerë të cilit nuk patën një përqindje shumë të ulët, madje nga vija gjujtjeve të lira që ndikon shumë në lojën e basketbollit. Lira të huqura është shumë për një ndeshje të garave të play-offit, një finale të tillë. Kështu që ndërsa është ai presioni që po e përmendim në vazhdimsi, pasi personalisht unë mendoj që lojtarët e bashkimit e kanë presionin në publikut për momentin, edhe kjo po ndikon. Presionin edhe të fitimit gjithsesi të titullit të kampionit. Do thotë me organizime me gjithçka është në nivelin e lartë, megjithatë nuk kanë edhe atë gjujtjet e lira ndoshta nga dëshira e madhe për fitore. Unë jam çuditur kur Bunjaku i huq 2, pastaj tjerët. A Valoni, po, pikërisht këto dhe gjatë transmetimit, gjatë komentimit edhe kom përmend, Valoni ka 82% efikasitetin nga vija gjuajtjeve të lira në 33 ndeshje. Gjitha statistika, okej. Po jo, ishte çudi me të vërtet, 2 të parat i shënoi, 2-2 dhe masnej në momente kur ju është dashur i huqi 2 gjuajtje të lira. Jo vetëm ai, por edhe tjerët. E vërtet. Ekziston një farë frymë në Prizren aktualisht që gjithçysh duhet me fitu dhe është e kuptueshme sepse është një dëshirë e madhe dhe djemve. Kjo është e mirë për basketbolin. Po thotë edhe Ulpiana e do e din tashmë kur fiton trofe, kjo ka qenë edhe te Trepça.
viteve të kalume, ajo dëshira për me fitu trofem, për me fitu titullin e kampionit, ajo që po e vrejmë në Mitrovica është se disi publiku është i zjartë, është në kësi poshtë i plotësum, sepse kanë fitu trofe edhe tash me të vërtet po e ki... Edhe është i disiplinum në përkraje. Gjësesi, aty, sa i përket publikut në Mitrovic... Aty ka komunikim udhëheqësia e klubit me... Udhëheqësia e klubit në krye me vullnet se fajnë me misinin... Kam bo punë gëzat mirë këto vitet e fundit. Kam bo punë të jashtëzakonshme edhe me të vërtet... Ekziston koordinimi shumë i mirë. Edhe me të vërtet do të është kriju një atmosferë e zjartë. Natyrisht aty kam e pas gjithmonë brohoritje që skandime që nuk na pëlqejnë, po në krahasime përpara, po e shofen që janë të përmbushur. E tash të bashkimi, po duket që është ai presion... Ka kalu të bashkimi kjo gjë. Për me fitu titullin të cilin nuk e kanë fitu prej 2018. Movish, po më pëlqejnë edhe rapagjik cilit janë të organizuar, ndashta pak janë më nervoz në momente... Unë ta thash... Me gjithatë... Unë ta Prezident është shumë e mirë. Unë kënaqem kur shkojmë prezident, po kënaqem edhe kur shkojmë Mitrovica. Jo, ato e tham edhe parës, me të vërtet atmosferat edhe ju dy të thëtë, atmosfera në fillim është fantastike, moti kësi finale, nuk kemi pa, me kësi atmosfere, vile e përmenda gjatë komentimit 120 decibel tash, edhe me të vërtet, edhe në Mitrovic ka qenë kështu, edhe në prizën, po hjenë në salti, nuk po e njim vetën, gjatë komentimit, po kemi të lashën. Të tifozerit edhe të kjo, nuk janë të ngarku me gjyshtarët, të cilit janë nivellit shumë të nërtë, duke i drejtuar të ndeshjet. Nuk ka pasur vrejtë, ka pasur vrejtë të vogla, jo 3 pikë, jo 2 pikë, jo... Ka pas ndeshjes dytë, ka pas vrejtë edhe për gjyshtarët. Me gjithate, gjyshtarët janë... Gjyshtarët ata gabojnë edhe në NBA, jo më në Ligën e Kosovës. Më falë, po më interesën... Po flasë shumë, po më duke Jo, ka marrë madhe i me qenë asit. Edo, kur e shikojmë ndeshjen e parë tash në këtë ndeshjen e fundit, çka ndryshoi në taktik Beqir Agiqi? A befasoj me ndonjë gjë trajnerin e bashkimit Jankovicin dhe si arriti ta kontrollon, hajde themi, plotësisht këtë ndeshjen e tretë? Si mos teje? Po, e ka ndryshu kogja shumë senet, kur e shikova lojën e kom pa që Luke ma shumë mbrojtja e ka thjesht kur Luke pick and pop, posë qërish kë Grini me Hunterin edhe Drilonin. Do me thonë, kjo ka qenë Chelsea vitores, se ta letorët e bashkimit ka një shkojshin 2 feshim, letori Driloni me të ke vetë. Do me thonë, a e vetë ku ka qenë disë herë për 3 pikë. Ka disë herë shkojshin switch, por nuk bëshin switch. Do me thonë, vazhdojshin nuk dishin, a ku me shko ky letori që e ka Drilonin, a ky playmakeri, do me thonë, ka njerë, do me thonë, janë konë një farë skeptika, a ku me shku kjo dhe kjo, do me thonë, brojtja pike pop ka qenë shumë e doptë. Se Driloni disë orë ka qenë vetë për 3 pikë, e keni po që ka shënu disë pikë, po se qërish ka njerë e ka morë topin në altë, kër e kom pike pop, nuk e ka gjujt, e ka pasu topin Grinit, ose e ka pasu topin të Mëshiqit, ose dikuj tjetërt. Edhe që sheko Madutit. Po, Gjunior Madutit. Madutit, që aj me dëpërtimet e leta, ose me 3 pikë, do me thënë, ka shumë letë. Kjo ka qenë, do me thonë, jem të folë në fazën e sulmit që ku ka domenu, edhe topi ka shku shumë shpejt, e ka gjetë letorin e lirë, edhe ka shënu shumë letë. Kjo ka qenë, do me dhe poshë, njëjtë edhe Hunter, do me thonë, Hunter nuk është letori që lumë pick and roll, ajo është letori që lumë pick and pop. A njëjtë, do me thonë, e ka shfridzu rastin, pick and pop me Hunterin, kërkush nuk i ka morë Hunterin, kanë dyfishu Grinin, a i Grini i menqëm, nuk e ka pos rotacionin mbrojtjes prej onës të kundërt, edhe ky ka qenë vetë si Driloni, se ky ka qenë vetë edhe ka shënu shumë letë për 3 pikë. Për këtë arsye kanë pos 1% shumë të lartë shute për 3 pikë. Kur e shoko kur e vetë, normal që duesh me dhonë. 14-3. Me kreasu me lojt e kaluara që ka qenë presioni i mbrojtjes. Kush ka qenë faktori, X faktori, si mas te Gjokeri i Trepqës më nëllë? Gjokeri i Trepqës? Gjokeri, shiko, kretë letor kanë lutë mirë. Madutje ka të regu një loj, po menoj me kreasu me lojt e kaluara që ka lutë ka qenë në nivel pak më të mirë. Kotoni është letori që ka pos non asista.
Do me thonë, të dosh me llogarit që ai është lojtar, më me thonë, kryesor, se edhe kur e shikoj me minutazh është lojtari kryesor, se atë Beqiragiçi Atina i beson. Realisht, edhe ku pa e shiku heq minutazhën, e dim që në momente vendimtare Beqiragiçi jep topin Kotonit, edhe muj me thonë 90% e ka ja falli akosh atë deportimin kur e merr përgjegjësinë. Edhe ndoshta muj me thonë që është lojtari kryesor i Trepçës. Kur e shikon me lojtar vendor, Driloni është momentalisht në mëni. Do me thonë, e di me shfrytëzu rastin, e din ku mund gjitë në hapësirë, e din kur me pasu, kur me shotu, do me thonë, momentalisht, për lojën e fundit në të folë Trepça e ka të regu një lojë shumë të mirë, me mungesën e playmakeri, do me thonë që ka pas bashkimi Grinit, nështë këtu pak e ka... Këtu duna me ju ndërprej, po, vetëm të bojnë një sqarim, ka të bojnë me një debat i cili është ngrit në publik, lidhur me playmakerin Wendell Green, kinë se ka dali dopinguar pas testit, do me thonë kjo nuk qëndron aktualisht pra, sepse Wendell Green pas ndeshjes në Mitrovic ka pasur shqetësime të lashe shëndetësore, 2 ditë ka qenë me infuzione dhe nuk ka qenë i gatshëm për ndeshje. Këte e ka spjegu edhe klubi i basketbolit Bashkimi në faqen zyrtare, mirë po edhe në ndeshje, me njëherë, pas përfundimit të ndeshjes, treneri Sasha Jankovici në deklaratën të cilën edhe për ne, e ka spjegu edhe arsyen, kështu që këto debatet kota dhe të paqëndrueshme me të vërtet nuk i shërben asgjë. Është një lloj presioni, pra. Po mirë, që Wendell Green Mitrovic luan. Këto janë dezinformata. Këto janë dezinformata të cilat nuk kanë të bëjnë me të vërtetën, kështu që... Nuk mund t'i ndalim dezinformata. Po në rregull, e jona është me qartësu edhe me dhonë versionin zyrtar. Dashte më ndërlidhë, falë. Pick and pop, pick and roll, krejt në regull. Mirë po, e rëndësishme në basketbol është gjujtja edhe shënimi i koshave. Do thotë preciziteti ka qenë shumë i lartë në anën e basketbolit të Trepçës. Në anën tjetër kemi parë një përqindje shumë të ullët të Bashkimit në këtë duel të tretë. Në krahasim me ato ndeshjet e kaluar, ato 2 ndeshjet e kaluar. E do nga këto krejt që i thamë realisht, edhe në finalin e kupës, kër e shikojmë prapa, Bashkimi e bëri më të mirën, me gjitha të, Trepça mund të themi ndoshta në qastet vendimtare, po i flet eksperienca ekipit të Trepçës? Po, normal, se do shme llogarit se edhe Trepça ka lojtar që jem të folë edhe për lojtar vendor, e para që kanë 4 reprezentues të Kosovës, Rionit, Mushiqi, Dardoni edhe Drilonit që janë lojtar të kyç, normal që ata janë shumë dimese e madhe Beqiragiçin, s'foli edhe për lojtar të huaj që mund me thonë një farë aspekti që janë edhe të qelluar. Deriso te Bashkimi një herë për finalin e kupës e ka marrë një lojtar tjetër, por e ka ndru, zdi që ka bë, nuk ka luajtur, do me thonë nuk ka pas mundësi me tërguat të lojnë e mirë. Vetëm frizurën e bukur e ka pasë. Po, frizurën e bukur, nuk do me thonë nuk ishën... A gjablerim edhe frizurat, këgja... Po mendoj se edhe Bashkimi e ka një lojnë të mirë, por i mungon përvoja. Unë besoj që i mungon një përvoja pasaçërisht në këto minutave të fundit të lojës. Edhe gjatë kampionatit, ka të drejtë edhe, edhe gjatë kampionatit ka pas ndeshje, sidomos ajo seria prej vetëm 2 fitoreve dhe 5 humbjeve Bashkimit, basi pas startu 7-0, që ka qenë starti historik, po flasim për periudhën nëntor dhe tor, kur i pati 5 humbje dhe vetëm 2 fitore kundër Proton Cable Prizrenit edhe kundër Borës Bashkimi, kanë qenë shumicën e ndeshjeve i pat humb qështu në fund, edhe pse ishte në avantazh, ka pas rënë në lojë dhe i ka humbë në fund, kështu që kjo me të vërtet qëndrën që po e thë. Kjo nuk do të thotë që Bashkimi ka humbur gjitha gjasat. Jo, as pak, ne po e diskutojmë. Na po e analizojmë, një lojë më precize, na po analizojmë ato që kanë qëtash, dalim edhe të ndeshë. A gjablerim doshta me ndërlidhë dhe me një pik tjetër tek trajneri Sasha Jankovic, që folëm dhe i tash që Adis Beqiragiç ka provu, deri sa muj me thonë, ka gjetë një përgjigje kundër lojës Bashkimit, por a mendojnë që Sasha Jankovic nuk po mundet me nxjerr më të mirën prej lojtarëve të Bashkimit? Unë mendoj që Sasha Jankovic me udhëheqjen e Bashkimit ka qenë në pozitën e parë në pjesën e rregullt të kampionatit. Okej. Nuk do të thotë që është i nivelit të Beqiragiçit.
Megjithatë është lojtar, kësi trajner i respektuar, duke pas parasysh rezultate, duke pas parasysh lojë. Pa nxjerr më të mirën nga ky ekip që e ka. Më të mirën, varësisht prej formës lojtarëve. Shohim një oscilim të madh të Lejson Zeqirit që kemi parë edhe në të kaluar. Si duket ai lëndimi që ka pasur në Mitrovic, ka lënë pak gjurmë te ai. Nuk ishte lëndim, rrisht i lehti ti. U vrej dukshëm. Nuk e pa ma sigurinë çfarë e ka pasur edhe me depërtime, edhe me gjuhëjtje, ka pasur shumë probleme. Në anën tjetër po shohim te Bashkimi problem të lojtarëve si Zekiçi për shembull. Zekiçin shohim në minutash shumë të vogël në lojë dhe nuk po tregon asgjë sa i përket lojës së tij, çfarë e dim se mund ta jap. Do thotë ka probleme me lojtarët. Shohim Bunjaku, nuk është në formën dëshiruar. Pastaj Altin Morina nuk e ka atë sigurinë, nuk e ka atë vetbesimin. A mendoj që ka mujt me ndiku trajneri pikërisht këtu, sepse trajneri e nxjerr më të mirën nga lojtarët e po e shohim një rënje nga gjë. Trajneri ndoshta ka gabuar te meriton Ismailit, cilin e ka larguar plotësisht, do thotë ai e din pse. Mirë po shohim edhe një lojë jo të mirë edhe të Smith. E kemi parë gjujtjet e tij precize, kështu me radhë. Do thotë ka probleme, megjithatë këto probleme mund të rregullohen gjatë këtyre ditëve për ndeshjen e të mërkurës. Edo, kur e shikojmë këtë ndeshjen e tretë, çka të ka befasu në këtë ndeshjen e tretë më shumti? A ka diçka që këtë? Po jo, veç që thash që Trepçe ka luajtur loja Trepçe ka qenë më e disiplinuar, ka ditë ku me sulmu, çka me both, ka thjesht diqysh ka qenë, por se posaçërisht çereku i tretë dhe i katërt ka qenë i qelluar i Beqiragiçi, përqindje ka qenë të lartë për 3 pikë, më shumë ribonda, gjyte të lira, përqindje, kur i shoh në çdo aspekt ishin më të mirë, diqysh ka qenë si fitora e lehtë. A kom para se me vazhdo më falë, Edo, po duhet dhe Edon me pyet për trajnerin Janković, po mujmë pa të pyet edhe ty, Edo, po e thu Beqiragić që po e gjeti atë përgjigjen, por ç'a mendon ti për trajnerin Sasha Janković? Po shiko, Blerimi tha një sen, adin nështë a e ka vazhdu edhe a e ka vazhdu, se tash nuk është krejt merita e Jankovićit, se u konë ka qenë edhe Radolović, edhe aty në do të me falenderu, edhe e ka pru, do me thonë, një frymën e re në Prizren. Tash Blerimi ka pas drejt se ka na shkollu për shembull Meritonin, se une thjesht Meritoni është djali i Prishtinës dhe di çfarë lojtari është, edhe duhet me ava më shumë minutosh. Realisht i njëjti të gjithë lojtarët dhe nëse nuk gabojmë me shumicën prej tyre ke luajtur në skuadër, e dim potencialin e tyre. Po, e dim potencialin e tyre, llogaritmi që Meritoni edhe kur ka qenë trener Radlović ka luajt disa lojë, ka qenë kyç në lojë kundër Prishtinës që ka mujt në Prizren, domethënë me treshat e tina. Besoj që do të me shfrytzu të gjithë lojtarë si që shfrytëzon edhe Trepça, sepse janë 4 fitore në play-off, lojtarë ka mullo dhe nuk besoj që kome posle. Besoj që këtu Jankovići po gabon në këtë aspekt po gabon shumë, posaçërisht do të me akthy besimin. Unë qysh e kum po se ma shumë beso lojtarëve të huaj se lojtarëve vendor. Kjo qysh po shihet, ja jep ma shumë mundësi, jep besimin, me botë që ka doj me top, edhe thjesht kur jep lirin, apo kupton është shumë alet. Deri so Beqiragiçi që ka një sistem edhe, keni po edhe lojtori i huaj me gabuaj, me njerë do me thone që të jashtë se ka edhe rotacion. Do me thone me njerë Erioni, për shembull që nuk ka tërgu, do lojë të mira në fillim kampionatit, por që tashën play-off, ka tërgu lojë të mira edhe u këthy do me thonë në formën. E kryn atë punën e vetë që është e nevojshme. Po din me i shfrytzu maksimalisht të gjithë lojtarë. Se cilin lojtar, po me 12 lojtar. Blerëm? Edhe din në rast të nxjerrjes në ndonjë lojtares të këtyre të huaj, e mban aty, i tregon pse edhe ku i ka bërë gabime dhe pse e ka nxjerrur nga loja. Do të thotë më një herë reagon edhe lojtari kur futet pastaj në lojë. Kemi pas rasti me Hunter. Me Hunter, që ato do është ta me thonë? Hunterin e nxjerri mram, edhe Hunteri ke pak nervoz, po erdhi e përqafi, edhe je spjegoj, a nisi me buzëqeshje, mas ne u bo shumë serios, do me thonë dikoj, edhe mas 30 sekundave e kthej Hunterin loj, nuk ka kalu, do me thonë as 10 sekonda në lojë edhe Hunteri shënoj. Me dërtet, adim po... E që kjo është ajo ona dhe plusi i Beqiragiçit, ona që punon edhe si që kështë me lojtar. Unë e mendoj personalisht që Sasha Janković nuk e ka këta. Realisht, tash na po flasim... Ulpiana këtu Blerimi ka të drejtë. Me gjithate, duhet me respektu
rezultatin të cilin e ka mri Sasha Janković. Dasht e pa dasht, Sasha Janković ka dali pari pas pjesës së rregull të kampionatit. Jemi që ke dëshirë të ta fitojnë bashkimi titullin, por... A qa vjerë, ku beden të këta? Balë po më shkëru më ndo këta? Na nuk mundemi me gjyku në bazë të këtyre 3 ndeshje. Luhet 4 fitume, kemi maksimum për 7 ndeshje. Hajde Blerim, tregom ndeshje e radhës në Mitrovic. Çka po thu? E tash presioni bjen të Trepça. Pse? Duhet ta fitoj gjithsesi lojën për ta ngritur rezultatin në 3-1 dhe më pastaj me të qetë për duelin tjetër që zhvillohet në Prizren. Përparësia është e Trepçës, luan parashikuesve të vetë. Mirë po dhe bashkimi nuk do ta përsërit lojën e dopt që e pati në Prizren. Me siguri që do të ndërmirën masa, do të bisedohet, do të stërvitet, do të rikthehet Green, do të kthehet ndoshta pa ka shumë vetbesimi i humbur në këtë ndeshje kur diferenca ishte shumë e lartë dhe shije se Trepça do ta fitojë takimin. Dhe ndeshja e 4 do të jetë një ndeshje me siguri shumë interesante, ndeshje ku do të vendoset ndoshta në minutën e 38, 39 apo 40. Se vërtet është kjo dëshira ime, nga se kam dëshirë që të zhvillohen sa më tepër ndeshje për të shikuar, për të kënaqur me basketbollin, mirë po edhe me atmosferën që mbretëron. Edo çka pret ti nga ndeshja e radhës? Po ka më qenë ndeshje shumë e vështirë, se duhet me pash parasysh se kthehet edhe Grini, se tash mbrojtja e Trepçës ka mundru. Nëse vjen Grini, mbrojtja ka mu ndryshimi i mbrojtjes, se më shumë ti kur lyke pick and roll Grini Trepça lyke mbrojtje si dy fishim, me thonë si hedge up, që thonë me thonë dy fishim nalte dhe tash ma shumë u lodhshën dhe me thonë letorë të Trepçës kur ka qenë loj këj Grini, por është letorë dhe me thonë një paparashikueshëm që mundet thjesht ja prish oscilimin mbrojtje, se di me depërtu, e di me pasu, edhe shutin e ka mirë, por unë e besoj që ka me qenë loj e vështirë, se e di që e pishof të tash që Trepça duhet me fitu këtë lojë, se me qenë pak më relaksum në Prizren, edhe në Prizren për shembull me hupe ka prap ndeshjen e ka kthy se në lojën e fundit e kanë Mitrovic, por besoj që deri 38 minuta, 37 minuta, nëse lun edhe Grini, ka me qenë loja e vështirë. Okej, jemi krejt në fund, vetëm edhe ka një pyetje, po më intereson Blerim, sa ndeshje po shkojnë seria finale dhe kush po bëhet kampion? Dëshira ime është që të shkohet në 7 ndeshje, do të 4 të fitume. E kampionin e vendos parket, e vendosin... E dëshira jo të cila është? Dëshira ime është që të fitoj basketbollit. Cili klubi basketbollit? Edo sa ndeshje, do me thonë ti po thu 7 ndeshje kam e shku. Dëshira ime. Jo, po sa? Dëshira ime është 7. Dëshira, po... A ka mundësi që është dëshira? A shkonën 7 ajo? Unë mendoj që 7 ndeshje shkohet. 7, okej, Edo? Unë e 6, po mene 4-2. Për? Trepça. Për Trepçën. Unë besoj që Trepça, se qysh e kum analizu lojën për shikot, se finalës nuk dijet. Okej. Beso se që na basketbollistë e përdorim thash gjithmonë fjalët ato topi rumbullaka, dhe thash se ato dhe janë dy ekipe që duhen ndryshojnë taktikën e lojës, mos me shku shuti, mundet mbrojtja mos me funksionu, do me thonë është gjithmonë duhet me parashiku gjithçka, por me lojë deri me tani që shikum po për lojën në fundit jam të folë, Trepça që ka tregu shumë lojën më të mirë. 2 lojët para, mu bashkimin ka përqy më shumë. Apo këpëtan tash, por 4-2, 6. Okej. Lutem herave tjera, mos më bëk si pyetjet vështira, se kam probleme të përgjigj. Se gjatë problem, se mu vëm gucë. Lërëm, edhe Edmond, falenderoj shumë që keni qenë me neve sonte, me të vërtetë është gjithmonë kënaqësimi ju pas, si dy ndër basketbollistat edhe analistat më të mirë gjitha kohëve. Shifame, kur të përfundon edhe do të trashofim kush ka pas të drejtë. Jo, Gjablerim s'na të regoj. Dëshira ime 4-3. 4-3? Po 4-3. Për ato që jep një pikë ma shumë në final. Aha, okej. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Merci gjithmonë. Pra, me ta do të takohemi së shpejti përsëri pasi të mbyllet edicioni dhe ta mësojmë kampionin e Kosovës. Shkojmë me një marketing e më pas kthehemi përsëri në studio.